Të nderuar teleshikues, sot kemi të ftuar Genc Tiranën, një gazetar veteran në Shqipëri, por edhe në Kanada, veprimtar shoqëror, si dhe ish konsul nderi i Shqipërisë në Toronto për disa vite. Genci, mirë se u ktheve në pasqyrën shqiptare. Faleminderit Ilir, është kënaqësi gjithmonë kur jam me pasqyrën shqiptare, me ty dhe tonin, është gjithmonë kënaqësi. Një nga ndjekësit ton të shumt të bisedave të mëparshme e ka përkufizuar kështu bashkëbisedimin ton: pyetje të nxehta dhe përgjigje të ftohta. Do t'i qëndrojmë këtij formati edhe sot? Do t'i qëndrojmë sepse në fund fare gjërat janë edhe jo vetëm emocionale, po janë edhe faktike. Edhe njeriu shumë herë bazohet te faktet, dhe nga herë faktet janë kokëforta dhe nuk përkojnë dot me emocionin. Shumë bukur. Genci, në fakt, unë sot kam dëshirë që të bisedojmë si dy kolegë gazetar në lidhje me çështje që prekin të drejtën e fjalës dhe të informimit, dhe kjo e drejtë, siç e di mirë, për bërë një nga shtyllat e drejtave themelore të garantuara dhe nga Charter of Rights në Kanada. Por që të analizojmë siç duhet hapat negativ që Kanadaja ka hedhur në drejtim të kufizimit të këtyre të drejtave, pra të fjalës dhe të informimit, ndoshta na duhet të bëjmë një analizë të shpejtë të situatës politike dhe asaj ekonomike të vendit, dhe unë do ta filloja me zgjedhjet e 28 prillit të këtij viti që risollën liberalët në pushtet. Tashmë me në krye ish tutorin, këshilltarin e afërt të Trudeaus, bankierin Mark Carney. Nuk po zgjatem se kush ishte Trudeau, ndoshta ta le ty radhën ta japësh një përmbledhje të tij si kryeministër, po fakti që ai i shkaktoi shumë dëm e Kanadas e bën shumë të çuditshme zgjedhjen e tutorit të tij si kryeministër të këtij vendi. Cili është mendimi yt për këtë zgjedhje që bën kanadezët? Në fakt është disi e vështirë për të prononcohesh publikisht për një palë ose për një tjetër, edhe pse unë kam preferencat e mia, po sikur dalim ka ajo ideja që përgjigjet ftohta, desha të them që klasa politike 10 vjetëve të fundit ka çalu. Ku e shohim këtë? Ne e shohim për ditë, po nuk duhet të flasim si thosh nga çfarë ndjejmë ne dhe çfarë shohim ne, po çfarë lexohet. Për shembull, në përgjithësi propaganda është që GDP-ja është kaq, është aq, edhe si thosh njerëzit gënjen me këto shifra, po në realitet po të shohësh rritja ekonomike për frym, për capita, në Kanada ka qenë mjaft e ulët, për 10 vjet mos gabohem, ka qenë 0.8%. Pra, po të krahasosh me vendet të ngjashme si Australia, Anglia, është mjaft e ulët, edhe madje edhe vendet që nuk kanë shkëlqyer vitet e fundit si Italia e Japonia kanë rritje mjaft më të madhe ekonomike për frym. Kjo sigurisht i dedikohet ish kryeministri Trudeaus, i cili, domethënë, për mua ishte në nivelin e diletantit, nuk ishte në nivelin e politikanit të aftë, që të negocionte, si thosh, edhe me nga pikpamje diplomatike me vendet fqinje, siç ishte Amerika dhe vendet tjera, por nga ana tjetër edhe drejtimin e ekonomisë në vend e bazoi mbi klishe që janë të lidhura me klimën, gjëra që mund dalin gjatë kësaj bisede sot, dhe rezultati është ky që është. Tani pyetja juaj është direkte, si ndodhi me zgjedhjet? Sigurisht këtu nuk është nevoja të bëjmë shumë amendje, unë do kisha thënë që popullsia vitet e fundit, pra gjithë ata që janë kontingjenti për të votuar kanë ndryshuar për 10 vjet, sepse të ardhurit e ri votojnë liberalët. Ideja ime është që ato fituan sepse pikërisht është kjo popullsi e cila beson ke liberalët edhe nuk e di se sa kjo do të zgjasi. Normalisht nuk është se duhet zgjasi shumë, sepse domethënë nivelet ekonomike kanë rënë, konfliktet me Shtetet e Bashkuara, konflikti tregtar me Shtetet e Bashkuara ka arritur në skajet më të larta, ndoshta gjatë bisedës do dalin problemet edhe të qeverisë kombëtares që nuk është në hapa të mira për këtë, po ja ky është them unë mendimi im pse
një farë mënyrë u rrit një stagnacion i gabuar, një stagnacion që s'duhet të duhesh patjetër një klasë politike e re me një frymë të re që ta çonte më përpara këtë, po them se është votuesi që ka ndiku edhe për mendimin tim është gabuar, por do vi shumë shpejt dita që do kuptohet që duhet një dorë më e fortë se sa kjo që ka qenë. Tani, le ta sqarojmë pak atë që ti përmende që në fillim, që rritja e GDP-s për frymë ka qenë më e ulta mes vendeve të zhvilluara. Unë do shtoja këtu edhe një fakt tjetër që ajo mund të ketë qenë në shifra pozitive 0.diçka%, por po ta krahasosh me rritjen galopante të numrit të popullsisë kanadeze, fal politikës së dyreve të hapura, kjo GDP e rritur, domethënë, rezulton në ulje, sepse të paktën GDP-ja duhet të rritet në një raport të drejtë me rritjen e popullsisë, gjë që ka ndodhur e kundërta. Nëse popullsia është rritur me 5-6%, siç e the edhe ti vetë, GDP-ja është rritur me 0.3 ose 4, nuk e mbaj mend shifrën që përmende. Pse ndodh kjo? Pse ka rënje ekonomike në Kanada? Pse rriten çmimet dhe pse varfërohet shtresa e mesme kanadeze? Spari i lirë për të mbështetur atë që thua ti, janë me dhjetra informacione që ndihmojnë për këtë që po flasim, po koha jonë është e ngushtë dhe nuk mund t'i përmendim gjitha, po një gjë duhet thënë. Ne jemi krenu këtu si kanadez që niveli i jetesës ka qenë në kualitet lartë, edhe Kanada e gjithmonë është shënditur në 10-shën e parë të vendeve për cilësinë e jetës. Edhe janë disa institucione që e monitorojnë këtë. Desha të them që për 10 vjet e fundit është regjistruar në 2015 Kanada ka qenë 12 për sa i përket cilësisë jetesës dhe tani është e 27, domethënë mbas 10 vjetësh në 25. Pra rënja është drastike. Pra jam dakord me ty që ajo rritje është fiktive, rënja është e qartë. Si e monitorojnë këta institucione? Këto e monitorojnë në lidhje me përballueshmërinë e çmimeve, me përballueshmërinë e jetesës, housing që quhet tu, domethënë se si mund të, për shembull, një familje e re të blej shtëpinë, gjë që për shembull është bërë jashtëzakonisht mund krahasohet me vendet me nivele më të ulta nga pikpamja e përballueshmërisë së çmimeve. Domethënë një shtëpi mesatarisht kushton rreth $750,000, kur të ardhurat dihen. Imagjinoj duhen 10 vite, domethënë një familje të re që të blejë një shtëpi, është bërë gati e pamundur. Pse kanë ardhur këto? Janë shumë arsye. E para njëherë, ekonomia është bazuar mbi eksportet e lëndëve të para, mbi ndërtimet, e ndërtimet janë parë kryesisht në të ardhurit. Pra, domethënë është ideja që të futen më shumë njerëz dhe të shiten më shumë shtëpi. Edhe nga ana tjetër nuk ka pas shumë kontroll. Për shembull, ka plot huj që kanë ble ndërtime në Kanada, edhe kjo bën që, si thush, punojnësi këtu fëmijët tanë të përballohen me të huaj të cilët mund i sjellin parë edhe në forma informale, ose mund përballohen me njerëz të cilët mund të jenë pasur aty ku janë. Pra domethënë nuk ishte një politikë e mirë nga pikpamja e housing që këto e ngre. Pastaj janë shumë faktorë të tjerë që lidhen, janë edhe social, që kriminaliteti ka ardhur në rritje, ka probleme të shëndetësisë, pra desha të them cilësia e jetës që matet nga këto institucione matet për sa i përket përballueshmërisë në çmime, për sa i përket shërbimit shëndetësor, për sa i përket transportit, edhe disa aspekte të tjera që domethënë mund mos kemi kohë të përmendim. Po njërën për tyre do të kemi kohë ta përmendim, politikat ambientaliste, përqafimi i politikave globaliste për të mbrojtur në thojza planetin nga ndryshimet klimaterike. Kanada ka qenë vendi që i ka përqafuar me më shumë zell këto politika. Si e shikon këtë lidhje? Kjo është një nga pikat kryesore dhe mbas kësaj unë do kisha thënë edhe marrëdhënie diplomatike me shtetet fqinj, por do qëndrojmë pak ke pyetja direkte që bën ti, edhe ke sugjerimi që bën, më tepër ti sugjeron se ku qëndron Kanadaja në këtë
diskutim amorf në lidhje me mbrojtjen e ambientit. Natyrisht, unë jam ambientalist, vetë udhëtoj me biçikletë, shkoj në punë me biçikletë, pra të më thonë, e mbroj ambientin aq sa mundem, me përdor makinën më pak se sa mund ta përdorë një njeri normal, por nga ana tjetër nuk jam i fantaksur me idenë e klimës, sepse s'parin ne nuk jemi të qartë, domethënë që kjo ngrohtje globale është e bërë me dorë, nga që ngrohtja globale ka ndodhur edhe mijëra vjet përpara, siç e dim. Siç janë shkrirë akujt edhe gjithmonë planeti ka qenë ngrohtor në periudha ndryshme. Megjithatë, më konkretisht Kanadaja ka pas një projekt ideal për një pipeline që quhet anglisht, pra një tubacion gazi që do të vinte nga Alberta, do shkonte në Nebraska dhe do lidhte me bregun jugor të Amerikës. Edhe ishte një ide e shkëlqyer e cila poshtë nga pikërisht nga këto politika pro-ambientalista, por që më shumë vinin nga pjesa liberale. Ma i mend që ish presidenti i Amerikës në atë kohë flas, po ky president që është pra Trump, në 2019 e miratoi këtë ndërtimin e këtij tubacioni dhe menjëherë mbasi mbaroi mandati i zgjedhur dhe erdhi Biden në fuqi, dita e parë në zyrë ai e hoqi nga plani për ndërtimin e këtij tubacioni, por nuk ishte problemi i Biden, këtu ishte problemi i politikanëve kanadez që si thush anonin drejt idejës që ne do mbrojmë ambientin edhe ky tubacion gazit tubacion nafte, gazit do të prishi ambientin. Pra do të thonë, kjo është e diskutueshme. Madje Carney tani e ka marrë në diskutim prapë dhe mendon që edhe mund bëhet, po tash është vonë. Ai tubacion po të kishte filluar mbase do të devijonte, mos shkonte diku tjetër, në paktën të kapte një nga brigjet e Atlantikut, në mënyrë që Kanadaja me gjithë këto resurse natyrore që ka, flas për energjinë, sidomos gazën dhe naftin që ka në Alberta, do ishte një shtet konkurrues, imagjino me rezervat që ka Kanadaja, mund të konkurrojë fare mirë dhe vendet arabe. Edhe ky është një nga kryesorët, them unë, që e ka dëmtuar si thosh politikën ekonomike kanadeze, por ka dhe plot të tjera. Se për shembull, bie fjale për të mbrojtur ambientin, vitet e fundit u trumbetuan me të madhe makinat elektrike. Makinat elektrike, nëse nuk gabohem, u investuan mbi 50 miliard, 52 miliard nëse nuk gabohem, u investuan për makinat elektrike në Kanada dhe tani ky projekt pothuajse po të shton, sepse makinat elektrike sipas planeve që kanë, sipas marrëveshjeve që kanë me tarifat, të cilat po shkojnë keq më keq mbas asaj reklamës famshme që bëri Doug Ford në Amerikë duke përdorur figurën e Reaganit për t'u kundërvua presidentin amerikan për momentin, edhe ku shkuan gjithë ato investime për makinat elektrike. Edhe në fund fare ato tash po mendojnë që të kthehen prapë ke makinat standarde, makinat me gaz, me gaz e themin në anglisht, po ne i themi karburant në shqip. Do të thonë janë projekte të pamenduara politikisht, janë diletanteske, të iniciuara nga ambientalist, njerëz të cilët nuk e njohin mirë ose janë aktivist, nuk janë shkencëtar, edhe do kisha thënë që edhe sikur të ishte ashtu, në këtë kontekst të lufte, ku ne ekziston gjithë bota është në një luftë, mund të jetë fjalë e madhe, edhe luftra ka zaten, po ka konkurrencë të madhe. Kemi parasysh këtu vendet si Kina, që Kanada e vetë ka vite që shkon keq nga pikpamje diplomatike me Kinën, e kupton, në këtë konkurrencë me këto vende kaq të fuqishme ekonomike, si Kina dhe vende tjera, kur ata nuk e respektojnë globin, se globin në fund fare nuk ka për ta shpëtuar Kanadaja. Globin do shpëtojë India dhe Kina. Ato kanë konsume të ndaj të karburant dhe ato e prodhojnë energjinë lirë me coal, me qymyri themin në shqip. Ndërsa Kanadaja do përpiqet për mullite, për ato turbinat me ajër edhe në fund fare edhe energjinë e pastër që quhet, e cila ka kosto të lartë. Ka kosto të lartë. Pra këtu është ideja të përballosh ekonominë për një vend, ta ngresh, edhe jo ti vesh kopa ecës përpara. Ti Genci e shikon këtë si paaftësi njerëzore apo si një plan
të mirë studiuar nga elitat globale që qëndrojnë në hije dhe që luajnë fijet nëpërmjet fondacioneve të tyre, nëpërmjet presioneve që u bëjnë qeverive të ndryshme. Pra, në themel të dështimit Kanadas qëndron një paaft si Trudeauja apo një plan, një projekt për një great reset, për një deindustrializim të Kanadas, sikurse po ndodh edhe në vende tjera, në Gjermani, në Angli e tjerë. Unë e kuptoj idenë tuaj lirë shumë mirë, edhe çështja është që nuk jam i sigurt që brenda një interviste të shkoj aq larg. Po fare mirë mund them që ato mbledhjet e famkeqe të Davos, ku ka qenë i ftuar dhe Trudeau hermasere, sigurisht kanë dëmtuar jashtëzakonisht si thush përparimin ekonomik, politik të një vendi të fuqishëm siç është Kanadaja, po nuk duhet të hy aq thellë sepse fund fare nuk duhet të shoh gjurmë, duhet të shoh ku është si thush dëmi që është bërë. Ariun, do të shikosh Ariun. S'desha ta them atë, jo në shqip ne themi mos shif gjurmë, mos shif ujkun. Pra është ideja që këtu ka pas paaftësi të madhe. Nuk po flas se Trudeau tash është i ikur, tash mund të jetë me najat të Katy Perry. Më kupton, më shqetëson më shumë Carney, më shumë Doug Ford, të cilët janë këtu. Për shembull, ke parasysh reklama e fundit që e përmenda shpar e Doug Fordit e dëmtoi. Tash mundet që ne të përballojmë edhe 10% tarifa plus. Nuk jam i sigurt sepse janë gjëra që do të diskutohen edhe në nivele tjera ligjore, po është ideja tim vend që të bësh një ndërhyrje ose veprim diplomatik që ta zbusësh tensionin që është krijuar në raport me luftën tregtare që bëhet mes komshive, natyrisht që bën të kundërtën. Sigurisht që Trudeauja ishte i pari që hapi këtë, më mend në summitin e NATO-s në Angli, Trudeauja bënte humor, luante rolin e komedianit me Macronin, edhe fliste kundër presidentit Amerikës ose tallesh. Në atë kohë nuk duhet t'ia them emrin se s'ka rëndësi është Trump apo ka një emër tjetër. Dikush e do, dikush nuk e do, unë desha ta fus ta përkufizoj kështu. Një vend si Kanadaja gjithmonë duhet mbaj raporte të qarta me presidentin e Shtetet Bashkuara të Amerikës, kushdo që të jetë. Kushdo që të jetë. Ai ishte në atë kohë, ai në përmbledhje, në për takime me ato tallesh, e ke parasysh atë fakt që e kapën me kamera kur ai fliste për kundra, edhe e inatosi e bëri që ai thotë që ky është njeri me dy fytyra, edhe gjithë këto marrëdhënie janë rregullisur deri aty sa nuk po mbajnë dhe tash i ve edhe një reklam tjetër, plus edhe marrëdhëniet janë asaruar tepër. Dje, mos shkojmë më larg, në një vizitë që Carney bëri edhe ai është akoma atje, në Azi, ai foli që ne do fillojmë negociatën nëse amerikanët ulet. Pra, do të thonë, ato nuk janë ulur në tavolinë. Kjo është politikë diletante për mua. Që do të thonë, ato partnerët e tuaj nuk ulen në tavolinë për të biseduar për çështje kaq madhore, nuk di po këto janë shumë më thella se kaq. Për shembull, sikur ta lëm Amerikën e zemë se ka fajin presidenti i Amerikës, se ka fajin Trump. Kanadaja ka problemin dha me Kinën. Unë e thash dhe shpar. Me Kinën, Kanadaja ka tarifa dhe kontratarifa. Praktikisht Kanadaja vuri disa tarifa me drejt për makinat elektrike. Kineze që do të hynë këto. Imagjino të hynë makinat elektrike pa tarifë. Imagjino që mund bëhet me tregun kanades. Mund të rrafshohet komplet tregu i makinerive. Nga ana tjetër, kinezët kanë vu tarifa për kanolën edhe për bizelen, për janë produkte bujësore që Kanadaja nuk e ka me miliardë $, çon në Kinë. Imagjino çfarë krize ekonomike është kriju tani me Kinën. Imagjino tash siç thash Carney është nazi dhe ka në plan me sa pash dje në televizor, me sa deklamoi vetë që të takohet me presidentin kinez Xiaoping edhe të diskutoj, po se sa da arri, nuk jam i sigurt. To kanë qenë politika diletante për mua. Trudeauja këtje, Carney i cili nuk ka eksperiencë politike,
një guvernator banke ka qenë, nuk është këngulës, nuk duket të jetë shumë luftarak. Doug Ford nga ana tjetër që asnjëherë nuk qej qartë, ke parasysh se si e shtypën protestat paqësore të kamionistëve në Ottawa gjatë pandemisë. Doug Fordi ishte primer i Ontarës, mund luante një rol. Ai ndërkohë shkonte në Kodich edhe e kanë xhiru njerëzit duke bë snowmobiling në Ottawa, edhe nga ana tjetër i çonte mesazhe kamionistëve ju shkonin në shtëpi tani. Më kupton çfarë përgjegjësie, çfarë diletantizmi në politikë? E gullon tashti bën një reklam e cila nuk bën asnjë efekt pozitiv, përkundër se bën efekte negative. Këto janë pa shku ke mbledhjet e Davos, që jam dakord me ty, që në fund fare janë politikat mbrapshme që fillojnë e kanë rënë shumë larg. Unë e kisha fjalën, ne kemi diletantët këtu. Duhet patjetër një dorë e fortë që ta ndryshojë këtë vend kaq të pasur, kaq të mirë. Tani, ajo që më shqetëson mua si gazetar është se në Kanada është aprovuar një ligj shumë i keq, domethënë i dëmshëm ndaj të drejtës fjalës, drejtës informimit, dhe janë në fazë projekt ligji, dy ligje të tjerë. Para se të vim këtu, në 2023, gjatë kohës së Trudeau si kryeministër, u miratua projekt ligji Bill C-18, domethënë C-18, i cili i kërkonte gjigantëve si Google dhe Meta që të kompensonin organizatat mediatike kanadeze për rolin e tyre si gjenerues të ardhurash në rrjetet e mëdha shoqërore. Pra, shteti futet në pilaf, në mes, domethënë i paftuar, mes lexuesve online edhe rrjeteve të mëdha Google dhe Meta, dhe u thot, juve duhet t'u paguani para atyre që prodhojnë lajme në Kanada. Duke mos ju kërkuar askush këtë ndërhyrje, dhe çfarë ndodhi? Ndodhi që Google dhe Meta thanë, jo, ne nuk paguajmë kurkujt asgjë, madje neve do të tërhiqemi fare nga përhapja e lajmeve në rrjetet tona. Rezultati është që sot njerëzit nuk mund të informohen dot as në Facebook dhe as në Google, njerëzit flas që jetojnë në qytetarët kanadezë, nuk mund të informohen nëpërmjet këtyre dy burimeve shumë të rëndësishme. Komenti yt për këtë ligj? Ti e shpjegove shumë mirë ligjin, po ndesha të shpjegoj vetëm faktin që çfarë pasojash ka. Pasoja është që unë nuk postoj dot një shkrim timin në gazetë, ti nuk poston dot një link të rëndësishëm, një informacion që ke për gjithë ndjekësit e tuaj. Pra domethënë ky është një kufizim i hapur i lirisë së shprehjes. Pra domethënë qytetarët kanadezë praktikisht me këtë ligj që gjoja është bërë siç e shpjegova edhe vetë, është bërë për të ndihmuar ekonomikisht mediat, në fakt nuk duket kështu. Se nuk i ndihmon fare mediat, përderisa Meta edhe Google kanë bllokuar produktet mediatike jo vetëm kanadeze, por çdo gjë që mund postohet në Kanada. Pra domethënë është një shkelje e rëndë e të drejtës informimit. Pra njerëzit nuk janë parë të informuar. E dyta, nga pikpamja gazetare, me që më pyet, unë do kisha thënë që një farë mënyre kjo edhe deformon informacionin që do vi, sepse çfarë ndodh, për shembull, nëse dikush do dojë të japi një informacion për një çështje të caktuar, edhe do të shkruajë diçka, ai do edhe të informohet. Do ta marrë këtë informacion. Ky nuk e merr këtë informacion, atëherë informacioni deli deformuar. Pra domethënë është një humbje e madhe, duke menduar që gjoja u nis nga diçka pozitive, pra domethënë për të ndihmuar organet mediatike kanadeze, të cilat merreshin një shpërblim nga Meta e Google, i cili Google dhe Meta nuk po e japin. Pastaj pse e vazhdojnë më? E shohin që Meta dhe Google nuk po duan të kooperojnë në këtë drejtim. Atëherë ky ligj do dalë i pavlefshëm. Pra ky ligj është akoma fuqi i lirë, por dy të tjerët që fole ti, ato akoma nuk janë miratuar dhe unë jam gati të diskutoj edhe për ato. Po, do desha për shembull për të parin C-63, projekt ligji C-63 mbi Online Harm Act. Domethënë,
ligji i dëmeve që mund shkaktohen online. Është i njohur ndryshe edhe si ligji që mundson denoncimin anonim kundrejt një shpërblimi. Edhe ky ligj i lirë, ky propozim, sepse nuk është bërë ligj akoma, ky propozim, bill që i quajnë këto, projekt u ndërprej sepse vetë Trudeau dha duration, kur e mori karnin nuk është se arriti ta përfundoi, është akoma në diskutim edhe mund miratohet, është një tjetër problem i cili do të dëmtojë një farë mënyre lirinë e shprehjes në Kanada, sepse ideja pse ky ligj duhet bërë në Kanada është që të mbrojë, si thosh, fëmijët, njerëzit e pambrojtur me publikimet online, edhe po ta marrësh nga pikpamja njerëzore, duket sikur ka një motiv të mirë mbrapa, por mënyrën se si duhen ta bëjnë të ekzekutojnë ka pas shumë kundërshtime, e kundërshtimet janë nga organizata mjaft prestigjioze, një nga ato unë e njoh se jam antar vet, është PEN Canada. PEN Canada që është organizata e gazetarëve dhe e shkrimtarëve, të cilët e kanë kundërshtuar ligjin nga që s'pari njëherë është i paqartë në kurrizimet e veta. Fjalë dëmtuese, po ta përkthesh në shqip, me fjalë çdo më thon kjo, çfarë dëmton? Kush është? Kush e përcakton dëmin që bëjnë këto fjalë? Qeveria? Qeveria do jetë ajo që vën vulën, për shembull, dëmet që bën fjala, gjua e urrejtjes. Gjua e urrejtjes është për kufizim shumë amorf. Kush është gjua e urrejtjes? Ti fare mirë mund dalë një burokrat aty në Ottawa edhe thotë se kjo ishte gjuhë urrejtje. Pra do të thënë nuk e bën qartë, janë plot me organizata që kanë kundërshtuar këtë ligj, i cili i hap rrugë qeverisë edhe madje në projektin që është projekt ligjin është i tmerrshëm, po ta lexosh me kujdes, thuhet në një vend ku dënimi mund shkojë deri në dënim përjetshëm. Imagjino ç'është kjo gjuhë urrejtje që paska shpreh njëri apo tjetër, kush e gjykon këtë, kush e vlerëson. Fare mirë këtë mund t'ja lejnë kodit penal. Kodi penal është fare i qartë. Zbato kodin penal. Kjo është, s'ka nevojë për ligj tjetër për gjuhën e urrejtjes. Më kupton? Qartë. Në këtë frymë është edhe projekt ligji tjetër C9, Combating Hate Act, i cili është kritikuar hapur edhe nga opozita. Ndoshta do të ishte mirë që njerëzit t'i drejtojmë drejt komenteve në YouTube nga një përfaqësuese e opozitës, zonja Luis, është një deputete, domethënë, e cila ka mbajtur një fjalim të lavdërueshëm kundër këtij projekt ligji dhe ajo vën në dukje, domethënë, që projekt ligji merr në mbrojtje vetëm disa minoritete ose disa komunitete fetare dhe lë jashtë komunitetin kristian. Për shembull, kështu e fillon ajo fjalën. Po, ky projekt ligj. Po, çfarë do thoshe në përgjithësi për këtë? Ky projekt ligj dëmton njësoj, por piknisja e këtij projekt ligji është disi tjetër. Ky projekt ligj është nisur nga ideja që të mbrojmë komunitete të caktuara, duke mund të jenë me bazë fetare e nga gjua e urrejtjes, ose për shembull komunitete që kanë të bëjnë me përkatësitë ose orientimin seksual, më the thash. Pra do të thënë është një projekt ligj që pikërisht merret me këto aspekte dhe është një projekt i dobët, siç e theti, që e kanë kundërshtuar, sepse për shembull kur bie fjala për mbrojtjen e disa komuniteteve fetare, le disa të tjera jashtë, për shembull deputetët që ti përmende ka parasysh faktin që në Kanada janë me 10 kisha që janë ndjekur, edhe ajo përmend atë të Edmontonit, që është kisha katolike ndoshta e Ukrainës, nëse më mend mirë. Është ideja që nëse ti bën një projekt ligj të kësaj natyre, duhet i përfshirësh gjithë, pra nuk mund të lesh një komunitet saktuar jashtë edhe të mbrosh një tjetër. E kupton, ndoshta për shembull ai projekt ligj mund të ketë në shënjesër target, si thosh, mbrojtjen e indigjenëve për shembull në Kanada, por mund lejë një grup tjetër që ka ardhur. Pastaj në fund fare po ta marrësh e gjithë e zhurmë që bëhet
për të mbrojtur për shembull, sepse ndodhi për shembull, më kujtu nga kjo e kishës, pse ndodhi djegja, ka gjasa që u asaru shumë në atë kohë që gjoja dolën lajme që shumë vite përpara, si thush, shkollat katolike kanë keq trajtuar nxënësit që vishin nga popullsia indigjene. Këto janë histori shumë të vjetra që këto i ngren tani, që është një kontekst tjetër historik, edhe njerëzit e sërën fund fare, po qa përgjegjësie ka kisha katolike e Ukrainës, nuk e majmen e Ukrainës, majmen që ka qenë e një komuniteti pra, për indigjenët. Fund fare, unë dhe ti, Ilir, jemi kanades, dakord? Qa përgjegjësie kemi ne se si janë trajtu indigjenët këtu? Ne do majmë përgjegjësi? Me qëra fjala se jemi tre këtu, Toni është më kanades se ne, se ka lindur këtu e zem. Po unë dhe ti që kemi ardhur nga Shqipëria, qa përgjegjësie kemi ne për këto? Domethënë këto janë histori të vjetra që nuk mund t'i ngrenë, nuk mund ta kapun historinë të shqyqy nga koha Romës. Kush e ka pas fajin, Cezari apo e kupton, është tepër vështirë t'i kthesh historisë mrapa. Mes këtyre përpjekjeve dhe faktit që 2 herë Gjykata Supreme në British Columbia i ka ndryshuar titullin e pronësisë sipërfaqeve të mëdha toke, që zotrohen nga private dhe ente publike, duke ja dhënë komuniteteve indigjene. Pra, këtu po luhet një lojë shumë e madhe me karakter të hapur komunist, ku në thelb është shpronësimi i qytetarit dhe që të mbërrihet te shpronësimi, në radh parë ti duhet ta demoralizosh popullatën, duke e bërë të ndihet fajtore për faje që nuk i ka bërë dhe që të uli kokën. Një tregus për shembull është edhe fakti që në çdo korporat të madhe dhe në çdo ent qeveritar mëngjes për mëngjes recitohet e famshmja land acknowledgement. Domethënë, çdo punonjës aty është i detyruar të thotë që të pranojë që kjo zyrë, kjo ndërtesë është ngritur mbi tokën e grabitur. Çfarë është kjo? Kjo është një trushplarje. Kjo është një përgatitje shpirtërore, mendore, drejt dorëzimit të pronës private. Dhe fakti që kjo ndodhi brenda një viti 2 herë për sipërfaqe të mëdha toke në British Columbia është një zile alarmi për gjithë Kanadan. Meqense kalum, domethënë, ngritet ti një pyetje, më lejo dhe mund të jap një përgjigje. Keni një koment për këtë? E pranon këtë arsyetim? Jo, kam si jo, shiko, po të kthehesh ke biseda jone e parë. Nuk fola unë për tubacionin e gazit. Tubacioni i gazit, një nga kundërshtit, nuk ka qenë klima sigurisht, po një ka qenë këto aboriginal. Pra do të thonë këto tubacionet e gazit do kalonin mbi tokat e atyre dhe gjithë këto përfaqësuesët e indigjenëve do të thonë ishin kundra. Pra do të thonë nëse ti pompon këto gjëra kaq shumë, është e qartë që nuk do të bësh progres. Pastaj po ta marrësh historinë ta kthesh mbrapsht, ti nuk mund ta gjesh dot se kush luftë ka qenë drejt, kush luftë ka qenë pa drejt. Ne kemi shumë vështirë të hyjmë asaj, për shkak kjo po ndodh edhe çfarë them unë ty në Gaza ose në Palestinën që po vizitohet. Janë probleme shumë të thella që nuk mund të kthehesh historisht mrapa ti me mira vjet se çka ka ndodhur. Edhe në rastin e Kanadas është për mua është e gabuar edhe është diletanteske që ti kthehesh historisë edhe të gjesh ata që kanë dëmtuar ose kanë përfituar me të padrejtë. Ajo që ka ndodhur, ne jemi para faktit. Kanada në fund fare 40% janë të ardhur, jemi unë dhe ti dhe Toni këtu 3 veta, jemi të 3 të ardhur. Ne s'mund majmë përgjegjësi se çka ka ndodhur 100 vjet, 200 vjet përpara. Më kupton, ky është esenca. Te duhet marrë edhe shikuesi e gazetës i pasqyrës shqiptare këtë mesazh që ne jemi kanades, jemi patriot, duam të mbrojmë këtë vend, mbrojmë ekonominë e këtij vendi. Mbi këto kushte të reja që janë, nuk mund të kthehemi mbrapsht në historisë dhe të analizojmë kushtet. Mund të kthehemi 5 vjet, 10 vjet siç u ktheva në shpar, që ishte një politikë diletanteske me një shtetin më të fuqishëm që i ka 80% të eksportave, edhe tash ti përballohesh, jo ti, po përballohet 40 milion vet, përballohen me një situatë të tensionuar ekonomike që s'din nga t'ja mbajnë. Mos shkojmë më larg tani, ka plot pa punë që kanë ngel për pasojë të tarifave, për pasojë të vështirësive me tregtinë me Kinën, me Amerikën.
E me radhë, bujësia kanadeze do dëmtohet shumë nga tarifat kineze tash të kanolës e me radhë. Është shumë vështirë të përmendesh me dhjetra fakte, domethënë që e dëmtojnë ekonominë si pasojë e një drejtime e një menaxhimi të dobët. Edhe një pyetje e fundit, Genci, është më shumë personale. Ty si qytetar, si prind, të shqetëson e ardhmja në Kanada? Kjo është pyetje shumë e gjerë për pak kohë të përgjigjesh. Sigurisht shqetësim kam. Edhe dal ke fillimi intervistës që përgjigjet janë të ftohta, e ftohtë edhe kjo. Kam shqetësim sepse jo shumë personal, se në fund fare vitet ecjen, fëmijët e mi janë rregulluar mjaft mirë, po janë fëmijët e fëmijës. Fëmijët e fëmijëve që janë rritur, po fillojnë të rriten këtu, janë problemet mëdha, problemet e drogës, të cilët nuk janë të qarta në Kanada. Ke parasysh drogat e lehta u lejon, drogat e forta po zën vend. Kriminaliteti që është në rritje është një problem i madh për të ardhmen. Papërbollshmëria e çmimeve është galopante. Është shumë e vështirë të ndërtosh një familje të re. Janë gjithë këto probleme që më shqetësojnë mua për të ardhmen e një brezi po vjen, sepse brezi jon në një farë mënyrë është afër, si thush, pensionit, edhe nuk më shqetëson shumë, por ama për brezin e ri kam një lloj shqetësimi. A mund të e shohun për shpresë, nuk mund ta them, sepse ka shpresë, ky vend ka teknicien, ka shkollën nga më të mira në botë, mund të nxjerrë një klasë politike më solide se sa kjo që është. Edhe ne mund të kemi një të ardhme më të mirë, diskutohet edhe fëmijët tanë. Natyrisht kam shqetësime që lidhen me gjitha këto tema. Genci, të falenderoj shumë për këtë bisedë, si gjithmonë shumë interesante, e ftohtë, ndonë se pyetjet ishin të nxehta. Gjithashtu gjej rastin të falenderoj edhe për mbështetjen në vite dhe i kujtoj teleshikuesit që ke qenë një nga mentorët e parë të pasqyrës shqiptare. Madje bisedën e parë e kemi bërë në Ottawa, unë kam qenë në rolin e kameramanit, bashkë me Arian Dherin, më duket se kemi qenë në ambasadën shqiptare në Ottawa dhe ti ke qenë intervistuesi ynë i parë. Të paktën për kohën kur kam drejtuar unë emisionin. Kështu që mirë është ta dinë teleshikuesit që ne bashkëpunojmë me profesionistë ndonse që ndrojnë, si të thuash, në prapaskenë. Jo vetëm aq, por desha të them për shikuesit që në një farë mënyrë ne, si unë dhe ti, dalim nga vetja kur flasim publikisht. Pra ne kemi opinionet tona, sigurisht që gjitha ato që themi janë të iniciuara nga ajo, po në fund fare dalim Jo se dalim nga vetja, ndoshta nuk i themi të gjitha. Unë nuk dal kollaj nga vetja. Edhe ajo është. Po unë përpiqem të jem ti përgjithsoj gjëra dhe nxjerr esencën asaj që njerëzit të kuptojnë se çfarë po ndodh. Normalisht ne duhet të përballohemi me këtë nivel mediokër edhe duhet ngrihemi më lart. Edhe ke mundësi, edhe komuniteti jon shqiptar ka plot elemente, njerëz të shkolluar të cilët mund ndikojnë në mbarvajtjen e këtij vendi të mrekullueshëm. Falenderoj shumë. Punë të mbar, gjithë të mirat. Nësi, faleminderit.